Kjo është gjendja në të cilën ndodhet parku në rrugën Kadrizeka në Ferizaj. Demolimi i tij në këtë mënyrë po ngjall pakënaqësi ndër qytetarë të kësaj rruge. Sipas tyre, në këtë mënyrë po shkatërrohet edhe ajo pakapësirë e gjelbruar që ekziston në qytetin e Ferizajt. Katastrofë, nuk për majnë mirë, se u bo mirë, po këtu sa bërloke o konë, këtu sa kiameti haj me det. Po kejtë dhe farë haram është këtu dhe fmi, do të bojnë që. Ka pas vëlla rrethëm rreth, që ku i kanë thy? Kreti i kanë thy, dëthnotë arrin që aty. Pushteti është të e dëmtu, jo njerë, jo populata, pushtetartë. Se pushtetartë? Pushtetartë se nuk e... Ata nuk janë që i kanë qelsat ndorë për me përfil ligjet populata, edhe me umësu populata. Ata janë fajtor edhe për mos mirëmbajtjen. Ai duhet të angazhoj një punëtor për këtë gjona. Demolimi jo vetëm Ferizaj, po kudo që tjetë, në çdo komunë, nuk është i dobishëm për kërkon. Është i dëmshëm. Kisha apelu te popullata që të ruajnë ambientin, të ruajnë vendet ku mund të pushonin, të arktohen, e mos ta prishin, mos ta ndytin, po ta pastrojnë. Hiç më mirë nuk është gjendja as në parkun i cili ndodhet në rrugën Remzi Hoxha në Ferizaj përballë qendrës 2 të mjekësisë familjare. Kjo hapësirë më shumë i ngjan një deponi e mbeturinash sesa një parku. Sipas banorëve, faji qëndron tek disa, siç thon ata, huligan që qëndrojnë pothuajse tër natën aty. Banorët edhe po vinë vëllai njeri këtu që parkingi sidomos, këtë vinë pe jashtë bandesave dhe kanë bërë kështu. Edhe i prejnë rrunë se pastrojnë, kështu që këtë është të merë, mjerem është. Po investo pa djava, kështu që qytetari s'ja di vlerën. E në drejtorinë e shërbimeve publike në Ferizaj, thonë se është mungesa e mjeteve financiare ajo që ka ndikuar në mos mirëmbajtjen e këtyre parqeve. Mirë po theksojnë se që nga viti ardhshëm parashihet nënshkrimi i kontratës për mirëmbajtje të hapësirave të gjelbra. Këtë vit nuk kemi pas në kontratë për menaxhimin e hapësirave të gjelbërta. Kështu që për vitin e ardhshëm është paraponi shumë, do të thotë prej 30.000 euro, që është projekt kapital ku do të mirëmbohen. Mirë po dhe tash do të thotë atë park do t'i rregullojmë në ato ulse, do të thotë edhe atë mbiturina që janë aty e ka patjetër do të thotë pastërtia që t'i hjek. Edhe pse komuna e Ferizajt në kuadër të projektit Korridoret e Gjelbra parasheh krijimin e hapësirave, mirëmbajtja e tyre lë shumë për të dëshiruar.